përshtypje se që të ndojmë me shikuesit gjatë kohës prej që ekziston familja jonë me UNDP-n shumë shpesh kemi shpalos projekte shumë të mira në të mirë të shoqërisë dhe gjithmonë të suksesshme me rezultate njësi që kanë qenë pritshmërit. Ajo që kam la përshtypje dhe që mu desht me i me lexu është edhe fondacioni ku Fillojeta përfaqëson, sepse është i fondacion i ri, por që po bën një punë goxha të madhe. Tregon pak për fondacionin Fillojeta. Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë është i krijuar me ligjin për eficiencë të energjisë dhe ka për mision implementimin e masave të eficiencës dhe promovimin e rëndësisë së tyre, do të thotë në mbrojtjen e mjedisit, në kursimin e energjisë dhe në ngritjen e komoditetit të njerëzve. Është krijuar në fakt në vitin 2019, por sikur të gjitha proceset, Covidi ka stagnuar këtë proces, por që shumë shpejt pastaj fondi është bërë një adresë shumë e sigurt e implementimit të masave të eficiencës energjisë. Fillimisht ka filluar me implementimin e masave në ndërtesa publike të cilat menaxhohen nga komunat dhe ka realizuar me sukses 85 të tilla nëpër komuna, për të cilat pastaj ka vazhduar edhe me të rejat së fundmi. Por jehon më të madhe të punës edhe të rëndësisë së masave të eficiencës, fondi ka marrë nga viti 2023 të viti 2024, kur janë hapur thirrjet publike për qytetar, ku tashmë kemi pothuajse 4.000 përfitues që kanë implementuar masat e eficiencës së energjisë me ndihmën tonë prej 45%. Dhe së fundmi, projekti i fundit do të thotë është ky bashkëpunimi që kemi me UNDP-n dhe Ministrinë e Ekonomisë, që targetojmë një kategori të caktuar, janë familjet e asistencës sociale. Këtë herë nuk kemi thirrje publike, për shkak se qëllimi është shumë i qartë. Lista asistencës sociale ka rreth 20.000 përfitues. Dhe ne jemi kujdes dhe duke parë të rëndësishme, sa rëndësishme është investimi që po bëjmë, jemi kujdes që të konsultohemi edhe me shoqërinë civile, dhe me media, edhe me ekspertë të tjerë dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante, kemi ardhur me disa kritere tejet rigoroze që të kujdesemi që ndihma jonë të shkojë me të vërtetë tek ata që kanë më së shumti nevojë. Dhe duke marrë parasysh, kanë qenë kritere të cilat i kemi përcaktuar që të targetojmë do të thotë kategori të caktuara brenda këtij numrit 20.000, duke marrë parasysh që po startojmë me 70 shtëpi dhe do të shkojmë deri me 200 shtëpi. Do të thotë nuk është numri aq i madh i përfituesve. Dhe ajo çfarë kemi vrejt nga thirrjet tona, që është një mësim kështu nga eksperienca, është që pikërisht këto familje kanë pas të vështirë t'i qasen aplikimeve, t'i qasen informacioneve. Prandaj i kemi targetuar ne përmes kritereve të cilat i kemi përcaktuar. Dhe kur flasim për kritere, do të thotë ne jemi fokusuar që nënat vetushqyese dhe familjet me persona me aftësi të kufizuar të përfitojnë, do të thotë ato familje që udhëhiqen nga nëna vetushqyese dhe ata persona që kanë të familje që kanë persona me më shumë persona me aftësi të kufizuar të përfitojnë. Dhe me siguri është marrë parasysh edhe statusi social ekonomik i tyre, domethënë nëse nga lista e 20.000 personave, të parët janë zgjedhur 70, të cilat do të thotë se fillimisht janë parë familjet që kanë nëna vetushqyese, do të thotë që udhëhiqen, që kanë më shumë persona me aftësi të kufizuar, që kanë më shumë numër të fëmijëve, do të thotë në familje, dhe është marrë parasysh edhe gjendja e shtëpisë edhe se me çka ngrohen. Sepse, siç e përmendi edhe Denioni, qëllimi është që të hiqen ngrohjet me qymyr sa më shumë, dhe në këtë format përmes implementimit të masave të eficiencës sigurojmë një ngrohje më të mirë dimrit dhe një freskime të madhe verës.